Unë jam me fesë katolike, edhe ju përcjell juve krejt më thojnë pse për përcjell hoxhen, a kam gjëna. Allah të rujtë e motër, Allah të bekoft. Unë për të apë një këshill ty, gjdo kush që flet keq, mos e ndëgja. E gjdo kush që flet mirë, ndëgjaja. Kofta i hoxh, koft preft, koft pop, koft politikan, edhe pse politikan të është problem me fol mirë, apo ja i garë, se ka për e ty në të mirë, se mos përna i dhënohën. Qoftë edhe një fëmijë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur nuk e ka refuzu këshillën e askujt. Ka pas rast kur i kanë thonë në çështjet jo fetare, ja Rasulullah, mos e bën kështu këtë punë, po bën ashtu, e kanë dëgju. Andaj, s'ka lidhje kush je, çfarë fe ke. Të mirën marrë prej çdo kuj. Keqen refuzoja çdo kuj. Allahu të rujtë dhe të bekoft.